Mirëmbrëma shikues të nderuar, po ndiqni lajmet në fokus këtu në televizionin të shtatë si fillim titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës mban seancë voton 4 marrëveshje ndërkombëtare dhe rezoluta për vlerat e luftës. Dështon ajo për çmime. AAK-ja akuzon ekzekutivin për gjendjen në shëndetësi. Javën e ardhshme pritet të mbahen takime të reja për çështjen e presidentit. LDK-ja thotë se Abdi Gjiku është kandidati që përkrahin për këtë post. Konjusa shprehet optimist pas këtij qëndrimi e opozitarët e tjerë të bindur se vendi po shkon drejt zgjedhjeve. Me vendim të ministrit Elbert Krasniqi largon flamuj serb nga komuna e Graçanisës, kjo pasi ishin vendosur ilegalisht, veprimin nuk ju pëlqen banorëve serb, e kryetari i komunës paralajmëron kthimin e tyre. Përurohet në stacioni policor në Drenas, investimi ka për qëllim rritjen e sigurisë dhe ofrimit efikas të shërbimeve. Në ceremoni merr pjesë edhe drejtori i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha, komuna ja dha policisë objektin në shfrytëzim për 25 vite. Reduktohet qarkullimi automjeteve në Prishtinë, kjo nuk ndërlidhet veç me ngritjen e çmimit të naftës, por edhe me pushimin e fëmijëve nga shkollat. Ngritet cilësia e ajrit në Kosovë, pulmologët tregojnë ndikimin në shëndet. Edicionin e lajmeve për sonte fillon me zhvillime politike, afati për presidentin po kalon. E krejt çka kanë bërë deri tash politikanët është ndarja e qëndrimeve për këtë tim. Po një deklarim nga LDK-ja e bëri optimist ministrin Glau Konjuca se çështja e presidentit do të zgjidhet. Njësoj nuk vlerëson opozita, të cilët janë të bindur se do të mbahen sërish zgjedhje. Para gazetarëve heziton të flasë nëse do jetë kandidati LDK-s për president. Por nënkryetari i këtij subjekti politik Lutfi Haziri deklaroi një natë më parë se Lumir Abdi Gjiku është kandidati i parë që e përkrahin. Natyrisht që po. Është mes aty në kandidaturave dhe emri juaj. Sipas rregullës së parë, kryetari i LDK-s është kandidati i parë që ne e mbështesim. Dhe kjo nuk është diskutuar sepse në rastin ton VV-ja nuk ka biseduar për emra të përvetshëm. Kur kemi biseduar për emra konsensual, kanë qenë emra për te partive. Por ne e kuptuam që me PDK ka pas emra të përvetshëm. Ndon se kryetari i LVV-s Albin Kurti po insiston se duhen votat e rreth 84 apo 85 deputetëve, tash nënkryetari i partisë po shpreson që gjejnë zgjidhje vetëm me LDK-n. Nga New Yorku, Glau Konjuca tha në një intervistë për RTV 21 se është optimist pas deklarimeve nga Abdi Gjiku. Me zotin Abdi Gjiku me sa e poshtë dhe përgjigjja e tij ishte që ai është i vullnetit që takimet vazhdojnë. Ky është një lajm i mirë sepse i jep do perspektiva për mundësinë e zgjidhjes së një presidenti. Gjithmonë do të shpresojmë që kemi kapacitet edhe mençuri që të shmangim disa zgjedhje që u mbajtën veç 4 muaj më përpara. Sidoqoftë, shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes paralajmëroi takime të reja gjatë fundjavës e javës tjetër. Kryeministri sot ka një prezantim është në Londër siç jeni njëri, ndërkohë që besoj që edhe gjatë fundjavës po shumë shpejt të vazhdojmë të. Por këtyre takimeve s'po u beson deputeti i PDG-s Artan Behrami, sipas të cilit Kurti nuk do president fuqiplot. Mendimi jam personal është që kjo çështje është e mbyllur, me që këtë temë ka mbyll zoti Kurti, presidentin e ka zgjedh, ajo është Albulena Agjiu. Ato do të mundohet ta mbaj jo vetëm 2 muaj, 3 muaj, po përtej 6 muajit, i cili është i specifikuar edhe në gjykatë kushtetuese. Edhe kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj është i bindur se po shkohet drejt zgjedhjeve të reja. Jo ndoshta, po jemi në zgjedhje. Pra, sikur kish desh me Azerbaixhan, ai e dim si shkojnë të punë, të procese. Ne kemi përvoja politike, disa herë kemi arrit me zgjedhje president. Takimi i fundit mes liderëve për këtë çështje ishte ai i Kurtit e Abdi Gjikut, i mbajtur të hënën që lan pas. Optimist për çështje të sigurisë nuk është kryeministri Albin Kurti. Gjatë vizitës zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar, Kurti ka marrë pjesë në konferencën e Londrës për mbrojtje. Ai tha se është e rëndësishme që të ndërtohet qëndrueshmëri dhe adaptueshmëri në raport me këtë sfidë, ndërsa foli edhe për ndikimet në Ballkanin Perëndimor. Nuk ka arsye për shumë relaksim, si të thuash, sepse Serbia është një proksi i Rusisë dhe atje janë 48 baza të përparme operacionale
rajonale për rreth kufirit të shtetit tim. Të gjitha janë në atë që quhet zone sigurisë e NATO-s. Kremlini ka një zyrë brenda Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë në Beograd dhe qendrat rajonale të Rusisë Today dhe Sputnik për Ballkan janë në Serbi, tha ai. Gazetari i gazetës gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, Michel Martens, tha se ka intervistuar ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi nga paraburgimi në Hag. Ai ka dhënë shumë detaje nga intervista të cilën e ka realizuar me ish presidentin Thaçi, mes tyre edhe detaje personale të cilat ndërlidhen me vdekjen e prindit të ish presidentit të Kosovës. Thaçi ka folur edhe për vdekjen e babait të tij, duke thënë se fakti që nuk mori pjesë në varrim e ka lënduar thellë. I vlerësoj shumë fjalët tuaja të mira për vdekjen e babait tim. Ishte një humbje e madhe për familjen time dhe për mua personalisht. Tani ndodhem në vitin e 6 të paraburgimit dhe ende pres një vendim gjykate. Fakti që nuk munda të marr pjesë në varrimin e babait tim dhe t'i jap lamtumirën e fundit më ka lënduar thellë, një dhimbje që do ta mbaj gjithë jetën, ka thënë ish presidenti Hashim Thaçi. Ai veç të tjera ka folur edhe për zhvillimet politike në Kosovë dhe për atë se e këshillon Partinë Demokratike të Kosovës për të bërë koalicion me vetëvendosjen. Ai ka thënë se interesat e qytetarëve duhet të vendosen mbi ato partijake. I kthehemi zhvillimeve në Kuvendin e Kosovës që sot ka mbajtur seancën e radhës. Gjatë saj u votua rezoluta për mbrojtjen e viktimave të luftës, por dështoi ajo rreth rritjes së çmimeve. E në këtë takim nuk munguan akuza drejt pushtetit e përplasjet mes deputetëve. Si pothuajse në çdo rast, seanca së premtes nisi një orë më vonë se sa kur do duhej. Dhe kur ajo filloi, pati propozime për ndërrim të renditjes së pikave të parapara për shqyrtim. Ne insistojmë që kjo pikë të trajtohet si pikë e parë rezolutat të cilët e kemi propozuar këtu dhe masat janë tepër të rëndësishme që të trajtohen para marrëveshjeve ndërkombëtare. Me këto propozime fillimisht nuk u pajtuan nga grupi më i madh parlamentar, andaj u thirr pauzë. Pastaj bashkërisht vendosën që ato t'i trajtojnë pas deklarimeve jashtë rendit të ditës e pyetjeve parlamentare. E kur deputeti LVV Enver Haliti mori fjalën për deklarim, ngatroi emrin e kryekuvendares e UD presidentes. Nderuar kryetari i Kuvendit dhe ushtruese detyre presidentes zonja Vjosa Albolena Xhiu. Ish presidente. Pasti e mori fjalën ligjvënësja e AAK-s Time Kadriaj, e cila hodhi akuza sa i përket gjendjes në sistemin shëndetësor. Në intenzivet qendrore ka aq pak krevate, sepse është për krejt Kosovën, sa mbesin tu prit korridoreve pacientët që janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Asaj u kundërpërgjigj ashpër ministri Arben Vitia, i cili e akuzoi për keqinformim e mosbesim në institucione publike. Me renovimin e emergjencës është shtuar numri i krevateve dhe thuash janë 4, kur janë 25, sinqerisht jo vetëm dezinformim, po dezinformim kardinal. S'po di që është me qujtë ndryshen. Përveç për Vitin, Kadria i pati akuza edhe për ministren e drejtësisë Donika Gërvalla që nuk ishte prezente në sallë. Në kohën kur Donika Gërvalla ka bodosje kundër UÇK-s, unë e kam bërë edhe kallashin, po edhe kom iku shtartë ushtrisë lirimtare. Andaj një mesazh për Donikën, mjaft, shkash mjaft dhe ball me këto fyrje. Po ka thonë edhe një fjalë urtë popullore, mos ta falt Zoti e vladën e keq, se mundet me ta fliqë dhe emrin e familjes. Pas pyetjeve parlamentare, Kuvendi miratoi me 90 vota pro, asnjë kundër e asnjë abstenim rezolutën për të vërtetën dhe dinjitetin e viktimave të luftës të propozuar nga PDK. Kosovës mbështet rezolutën për mbrojtjen e së vërtetës historike të luftës së Kosovës. Ndërkaq me 81, 88 dhe 2 nga 90 vota, u miratuan edhe 4 marrëveshjet ndërkombëtare. Marrëveshja e kredisë ndërmjet Republikës Kosovës. Por jo edhe rezoluta e LDK-s për rritjen e çmimeve të naftës dhe mungesa ndërhyrjes së qeverisë, për të cilën nuk votoi vetëvendosja. Nuk miratohet rezoluta për
rritjen e çmimeve të naftës, mungesën e ndërhyrjes qeverisë dhe ndikimin drejt për drejt në koston e jetesës. Në fund të ligjvënësit të zgjodhen Arlinda Muçen si anëtare jo prokurore të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Arlinda Muça. Edhe më e tensionuar ishte seanca jashtëzakonshme e cila u mbajt pasdite. Aty në rënd të ditës u përfshin disa pika, të cilat sipas opozitës bien ndesh me rregulloren e Kuvendit të Kosovës. Deputetët opozitar patën kritika sipas tyre për përpjekjen që t'i ikin debatit parlamentar. Seancën plenare e mbajtën paraditën e së pramtës. Pas përfundimit të saj, e thera një tjetër të jashtëzakonshme për në orën 17. 80 deputat ju përgjigjen pozitivisht ftesës me pjesëmarrjen e tyre. Mirëpongutia e pushtetit për votimin e 10 projektigjeve nuk është në përputhje me rregulloren e Kuvendit sipas deputetit Përparim Gruda. Pse është urgjente me shqyrtu ligjet kaq të rëndësishme të Kosovës me procedurë përshpejtuar? Pse s'na japni mundësi neve me i lexu, me analizu, me dhënë qëndrimet tona? Edhe deputetja e DDK-s Jehona Lushaku Sadrio po e sheh si të papranueshme që këto të kalojnë pa debat. Mi kalu 10 ligje pa debat, pa transparencë edhe pa përgjegjësi. Kjo nuk tregon diçka për urgjencën, tregon për tendencën për të ikur debatit parlamentar. Por me votat e mazhorancës, nismës ligjore për çmimet tavan do të mund të jepë drita e gjalpër. Ministri i Financave Hekuran Murati i autorizuar nga Ministria Mimoza Kusari Dida e paraqiti projektigjen para deputetëve. Ky projekt ligj nuk është pra kundër biznesit as kundër tregut të lirë, përkundrazi është ligj për rregull, parashikueshmëri dhe përgjegjësi. Është ligj që ndon kufirin mes fitimit të lehtëshëm dhe kufirin pra mes abuzimit me rrethana të krizës. Por kjo nuk po drejt e besueshme për opozitën. Sot me prodhu një ujë edhe me shtin tregun e Kosovës duhesh me pagu me mijëra euro haraç që i vendosin rrjetet e marketave. Kundër përgjigje mori nga deputeti i vetvendosis Artan Abrashi. Haraqet që plotësisht pajtohem që disa operatorë të mëdha ekonomike bojnë bizneset dhe prodhuesit veçil. Dhe që unë kam një kërkesë mbi te, a e mundesh ti si deputet në kuadër grupit parlamentar të PDK-s me marrë një iniciativë ligjore, me marrë bekimin më së pari të PDK-s kundër këtyre oligarkëve me Kuvend Kosovës, edhe unë po punoj me deputet televizës dhe vendosës me miratu qatë ligj. Ftalën përsëri deshit Amar Ramani, por nuk ju mundsua nga kryekuvendarja Albulena Haxhiu. Unë me çares funksionoj zotri deputet. E për shkak të fyrjeve ndaj ish komandantit të zonës Dugagjinit Tani Kreu të AK-s Ramush Haradinajt, sot u mbajt protestë në Pej. Atë organizuan studentët e Universitetit Haxhi Zeka, mirë po ju bashkuan edhe plot qytetar. Iniciativa ishte e studentëve, por atyre të premten ju bashkuan edhe shumë qytetar. Krejt bashk po protestojnë kundër fyerjeve që ju bën ish komandantit të zonës së Dugagjinit, Ramush Haradinaj. Të rinjtë e Universitetit të Pejës Haxhi Zeka thanë se nuk do të heqtin karşisht rembrimit të historisë. Është e turpshme kur mendojmë se nga kush po emrojmë. Nuk po emrojmë nga serbët, por po emrojmë nga shqiptarët. Sot nuk jemi mbledhur këtu vetëm në një shesh qyteti. Sot jemi mbledhur në një moment ku ndërgjegja e një shoqërie vihet në provë, sepse ka raste në histori kur një popull duhet të vendosë, a duhet të hesht përballë shtrëmbrimit apo duhet të ngrihet në mbrojtje të së vërtetës. Para studentëve e qytetarëve, fjalën e mori edhe rektori i Universitetit Haxhi Zeka, Arman Krasniqi. Kjo nuk është një ngjarje e zakonshme, është një sinjal që duhet kuptuar. Është dëshmi se universiteti po përmbush një nga funksionet e tij më thelbësore, të formoj individ që nuk janë indiferent ndaj zhvillimeve shoqërore, por që reflektojnë dhe veprojnë me përgjegjësi. Në shoqërimin e këngëve patriotike, ngadalë u shpërnda edhe turma. Ky aktivitet erdhi pasi disa ditë më parë mund në këtë qytet një person u arrestua pas kërcënimeve dhe fyerjeve ndaj Ramush Haradinajt. E në komunën e Graçanicës janë larguar flamujt e Serbisë. Kjo me vendim të ministrit Elbert Krasniqi me arsyetimin se ishin vendosur ilegalisht. Por kjo nuk i pëlqeu qytetarëve e madje kryetari i komunës paralajmëroi kthimin e tyre. Mendimën e kranit dhe përcjelljen e policisë po i largoi një nga një flamujt serb.
Në rrugët kryesore të Graçanicës, ato po largohen pas vendimit të ministrit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi. Pasi që sipas tyre ishin vendosur ilegalisht. Një ditë pas, ky flamur qëndronte vetëm në institucionet si komuna dhe shtëpia e shëndetit, ndërsa në stacionin policor valonte ai i Kosovës. Ky veprim nuk ju pëlqeu as pak qytetarëve të kësaj komune, ku shumica janë të nacionalitetit serb. Si mund të vihet flamuri i Shqipërisë në Kosovë, por jo flamuri i Serbisë në Graçanicë? Pse nuk zbatohen ligjet? Një standard pas standard është kundër ligjit. Në këtë rast është skelur ligji. Në një përgjigje për televizionin nga kryetari i Graçanicës Novak Zhevic, flamurit do të vendosen sërish. Mos u merakosni për flamurit serb, do t'i vendosim sërish. Në anën tjetër, ministri i pushtetit lokal Elbert Krasniqi nuk i është përgjigjur pozitivisht interesimit të televizionit për të deklaruar për këtë temë. E në një komunë tjetër, sot u bë një përurim. Në Drenas u hap në stacioni policisë, ceremoninë në të cilën mori pjesë edhe drejtori i institucionit Gazmend Hoxha. Ky sqaroi pse u vendos për këtë investim, ndërsa nga komuna treguan se lëshuan për shfrytëzim objektin e nën stacionit për 25 vite. Në këtë vetur ndodhet numri 1 i policisë së Kosovës. Disponimi i komandantit Gazmend Hoxha të premte nuk lidhet vetëm me prezencën e tij në vendlindje në Drenas. Ai u zhvendos atje për të përuruar në stacionin e ri të policisë në Komoran dhe u mirëpret nga kryetari i komunës Ramez Ladrovci. Ceremonia nisi me intonimin e himnit të Kosovës dhe atë të institucionit të policisë. Gjatë këtij të fundit, Hoxha u pa duke kënduar bashkë me të pranishmit. Më pas në fjalën e tij, Hoxha tregoi pse zgjodhen këtë lokacion për të investuar. Një rrugë, në fakt një lokalitet nyje lidhëse e Kosovës, në qendër të Kosovës, me një zhvillim të rrofshëm ekonomik, me një numër të madh të banorëve, bazuar në kërkesën dhe bazuar në statistikat e fundit të rrësimit të popullsisë. Komorani me fshatrat përreth numëron paravorësisht rreth 20.000 banorë. Nga Drenica, Hoxha nuk e la pa përmendur edhe stacionin Enver Zymberi në Mitrovic të Veriut, kushtet në të cilën zgjuan reagime. Është dëduar garazhi për automjetet binduara në qendrën e nisjes speciale Enver Zymberi në Mitrovic. I kënaqur me këtë investim u shpreh edhe kryetari Ramez Ladrovci, i cili konfirmoi se objekti u dha në shfrytëzim për 25 vitet e ardhshme. Do të jetë një pozitë strategjike për policë tonë që të veprojnë në gjithë territorin me shpejtësi dhe me efikasitet. E Ladrovci nuk mund të rrinte pa bërë shaka ku shkaktoi të qeshura. Rajon ka dhe probleme shumëta, na i thonë kur ndodh diçka në autostradë, sidomos katunën e kryetarit, do të me vit një era për të ndihmojnë me dalë dhe kjo jam e ndihmor goma të kryetar për shakon. Edhe pas kësaj, falënderimi policisë për kryetarin nuk mungoi. Më pas me prerjen e shiritit, zyrtarisht në stacionin policor në Komoran u bë funksional. E në një komunë tjetër të Kosovës janë mbyllur 2 qendra të strukturave paralele serbe. Kreu i komunës së Skënderajt Sami Lushtaku ka bërë të ditur se ka dhënë urdhër për mbylljen e 2 qendrave të ambulancave të mjekësisë familjare në 2 fshatra të banuara nga komuniteti pakit serb në Banjë dhe Syrigan. Lushtaku ka thënë se në to janë gjetur barna pa afat dhe keqpërdorime të tjera. Këto 2 AMF mund të rikthehen në funksion vetëm kur të integrohen plotësisht në sistemin shëndetësor të Republikës së Kosovës, ka shkruar Lushtaku. Ditëve të fundit është reduktuar qarkullimi në Prishtinë. Dikush këtë po e ndërlidh me çmimin e naftës e të tjerë me pushimin e nxënësve nga shkolla. Sidoqoftë, ky ishte një ndër faktorët që këto ditë në Kosovë cilësia e ajrit ishte më e mirë. Qarkullimi nuk ishte i dendur sa zakonisht.
Kjo mund të ndërlidhet edhe me çmimin e naftës, që për shumë kë u cilësua i papërballueshëm. Po ka mirë na jek për shembull qeveria që para aksizë më na e bë pak më lirë diçka. Se shumë shtrejtë, shumë të përballojmë. Sipas taksistëve, pavarësisht shpenzimeve, nuk e ngretën çmimin e shërbimet. Na çmimet e kena kur ka qenë nafta një euro e 20 cent shembull. Me dita çmime na të punues që u bën nafta një euro të gjatë, një euro të nëntë. Por shprehen të zhgënjur me mos reagimin institucional. As ndërber kërkosh masa për këtë punë, as kur gjë që vetë çysh muresh më baravat të vet, çysh mundesh me të gjallë vet, si interesa kuj. Krejt kjo situatë mund të ketë pasur edhe ndikim pozitiv. Cilësia e ajrit në Kosovë është përmirësuar së fundmi. Por, eksperti i komunikacionit, Visar Baxhuku, ka një sqarim pse rrugët e Prishtinës s'janë të mbingarkuara me veturat e nuk ndërlidhet me naftën. Ky niveli i qarkullimit të automjeteve që sot e shohim në rrugë Prishtinës nuk është derivat direkt i çmimit naftës. Ka të bëjë me pushimet e shkollave, të cilat fillojnë ditën e martë. Dhe aty shohim ndikimin real. Është vetëm reduktimi i qarkullimit arsyeja pse në Kosovë cilësia e ajrit është e ngritur? Këtë e sqaroi për televizionin 7 Shkumben Shala nga Instituti Hidrometeorologjik. Kemi shkarkim të emisione më pak, kemi temperatura më të favorshme, kemi kushte më të favorshme që janë shumë dinamike dhe edhe ato emisionet e pakta që mund të shkarkohen në ajër. Megjithatë, ndotja e ajrit ka pasojë afatgjatë të organizmi i njerëzit sipas pulmologu Shpëtim Thaqe. Pasojat afatgjate të ndotjes së ajrit kanë bëjë me uljen e gjatësisë së qytetarëve, uljen e cilësisë së jetës së këtyre qytetarëve në njërin anë, zhvillimin e sëmundjeve kronike të përhershme jo vetëm në sistemin respirator, por edhe sëmundjeve tjera të organeve dhe sistemeve tjera dhe rrit kostën shëndetësore. Ditëve të fundit, Ministria e Tregtisë ka caktuar çmimin maksimal të naftës, përderisa këtë premte është vërejtur një rënje e çmimeve. I kthehemi zhvillimer në vend, ku sot ka dështuar përzgjedhja e kandidatëve për antar të Komisionit të Pavarur të Mediave. Kjo për shkak të telasheve me verifikim. Lista mbetet të shqyrtohet javën e ardhshme. Unë po them kështu. Unë mblodhem për përzgjedhjen e kandidatëve për antar të Komisionit të Pavarur të Mediave. Por procesi i verifikimeve të kandidatëve lidhur me plotësimin e kritereve për kandidim kishte disa telashe. Prandaj, antarja e komisionit ad hoc për këtë proces, Time Kadriaj, kërkoi që listat fillimisht të finalizohen nga Departamenti Ligjor. Departamenti Ligjor i trajton, nuk është punë e deputetit me e trajtu, për shembull listën e kandidatëve se kush i plotson kushtet me kalu në fazën e intervistimit e kush jo. Tash veç sot jemi në seancë, deri te martën në shpushim, ndoshta Departamenti Ligjor tash është në pushim, a mundet me i trajtu, pa ata duhet me na sill listën finale. Kadriaj pati edhe një kërkesë praktike. Kisha lutë stafin e komisionit ad hoc ta bën një grup në WhatsApp, komisioni ad hoc për çështën për këtë përzgjedhje dhe të kemi informata, sepse unë në javë s'm ka funksionuar emaili zyrtar dhe s'kam pas asnjë informatë. S'kam mund me marr pjesë ndoshta edhe në komision në konstituimin e këtij komisioni, s'kam marr për shkak se s'kam pas informatë. E lidhur me dokumentacionin e kandidatëve, kryetari i komisionit deputeti Alban Bajrami shprehu pak habi. Atëherë po veprojmë kështu, na po i kërkojmë administratës që çet punë me trajtu konform kushteve të konkursit, edhe për shkak se këtu është e çuditshme, shumica e kandidatëve se kanë sjellë certifikatin e lindjes veç nëse s'ka qenë e kërkuar e njëjta, edhe ata në bazë të thirrjes që është bë për konkurs, ti trajtojnë në kriteret që i kanë. Si rrjedhoi komisioni ad hoc për zgjedhjen e kandidatëve për antar të KPM-s, ka dështuar që të shqyrtojë listën e kandidatëve të nominuar. E kjo listë mbetet të trajtohet të martën. Një person ka vdekur si pasojë e një aksidenti me motor në Prizren. Sipas raportit 24 orësh të policisë, viktima është shtetasi huaj. Raportohet se si pasojë e rrokullisjes së motorit, viktima shtetasi huaj kishte pësuar lëndime vdekjeprurse. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar. Në vendngjarje ka ndalur njësi të përkatëse, ndërsa me vendim të prokurorit, trupi i pajetë dërgohet në obduksion, thuhet në njoftimin e policisë. Këto po e përmbyllim edicionin e lajmeve për sonte. Ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.